Pasojat e reformës territoriale administrative e vitit 2014 janë të shumta ku për 10 vjet në njësitë administrative nuk ofrohen as shërbimet bazike. Në fjalën e mbajtur në kuvent, deputeti Bujar Leskaj tha se realiteti është qëtërisht e izbet, realiteti i investimeve, i furnizimeve me energji elektrike dhe ujë në njësitë administrative në Bashkinë e Vlorës. Takimet me banorë të këtyre njësive, të cilat janë pjesë e Bashkisë së Vlorës, janë skaneri i vërtet se si operon pushteti vendor e qendror në këto zona, thot Leskaj. Është e trisht që ende në vitin 2025 në këto njësi në pothuajse çdo fshat përbërës të tyre, në Orikum, Radhim, Bestrov, Babice Madhe, Babice Vogël, Oshtim, Kanin, Kërkov, Nart, Sherisht, Panajat, Gjuerin, Zvërnec, Novosel, Aliban, Bishan, Mifol, Poro, Dëllënj, Delisuf, Trevlazër, Serkovin, Skrofotin, Fitore, Akërnish, Shushqic, Bunavi, Beshish, Grabian, Drithas, Mekat, Lakatun, Qeprat, Risili, ende mungon ujë i pishëm. Pra jemi në vitin 2025 dhe nuk ka furnizim me ujë të pishëm. Kemi ujësielca të amortizuar dhe të dalë jashtë funksionit, ku 10 banor të këtyre njësive ende e sigurojnë ujën e pishëm me burime dytësore apo e marrin atë nga ato linja të teje të amortizuara një herë në 2 ditë apo një orë në 24 orë. Deputeti Leskaj ndalet po ashtu edhe tek infrastruktura rrugore. Infrastruktura vazhdon të jetë në lëngat bashkëngjitur shërbimeve të tjera urbane, për cilat as që bëhet fjalë. Banorët e nderuar të këtyre zonave, që janë dhe njerëz shumë punëtor, i përgjigjen nevojave të komunitetit me burime të tyre private, sepse shërbimet bashkiake praktikisht aty kanë qenë dhe janë zero. Orikumi, Radhima, si zona ku edhe përqendrimi turistik është më i madh gjatë muajve të verës, por edhe fshatra të tjerë ende vuajnë mungesën e energjisë elektrike në momente të caktuara, ku shkëputjet janë të përsëritura për orë të tëra. Këtu më mirë se sa bukur mund të shkojnë ato vargjet e famshme të Nolit, anës dritës i Papar, anës detit i Palare, të tjera, por nuk vazhdoj se nuk kam dalë këtu për të recituar. Por për të sjellë në vëmendje problemet e këtyre banorëve, të cilat janë të gjitha të zymta dhe janë shumë të larmishme. Leskaj përmend edhe çështjen e banorëve të fshatrave të Lumit të Vlorës, fshatrave rreth Kuçit që sipas tij përsëri janë ngritur në protestë për ujin, duke larguar mjetet e firmës që do të grabisin ujin e Lumit Shushqic, do të marrin ujin nga buronjat e Kuçit. Partia Demokratike, tha Leskaj, është në mbrojtje të drejtës së këtyre banorëve për ruajtjen e ujit, mbështetur në të gjitha normat e të drejtës kombëtare dhe asaj ndërkombëtare.